Po? Ne punojmë në këtë minjerë që shqede dhe ju. Po? Punojmë me njëmës gjumbies me maqeneri që bëjmë shmimet e minave. Edhe mrena minjera shumë e vështirë. Ka plumra, ka shemje, ka zonat rrezikshme që punojmë, që ka raste edhe rrezikojmë edhe jetën. Paga gjatë shumë të ulta, unë punoj me 30.000 lekë vjetër në ditë. Njësoj si i riu që sa folë. A dalin 30.000 lekë, 600.000 lekë muaj? Me sa duket në të projnë, se me dalin. Humor këj, humor i zi. Po, edhe kushtet e vështira janë përshtu. Ne s'kërkojmë asë gjëna tjetër, kërkojmë rritje pagash, na njëfët statusi minatorit, edhe t'jemi si mas ligjit të shtetit, sepse jetojmë në tokën shqiptare, në tokën tonë, edhe bakri, floriri, gjitha që janë tonat. Ne s'po gëzojmë asë gjë, po gëzojmë tjerë. I bëjmë thirrje shtetit, qeverisë, që të hedhi syt pak nga kjo minjere, e të shohë se çfarë bëhet për punëtorët e spaqit. Ne jemi grevë dhe s'do ta lajmë grevën deri në fund. Deri në fund. Fund çfarë do të thotë fundi për ju? Grevurie, s'ka tjetër. Po, grevuria domethënë e keni menduar, e keni diskutuar. Është diskutuar vendimi gjithë minatorët. Po ku do jeni greve? Do shkoni tek ato minjera atje? Tek burgu i Spaqit? Burgu i Spaqit ka aty është. Shikoni miq, ku është burgu? Banorët, më fal, minatorët, është mësuar me banorët. Këtu jemi me minatorët e Spaqit, që janë në të njëjtën minjerë kur dikur ishin të burgosurit politik që hynin edhe nuk dilnin më. Sot zotërin thonë që ne punojmë në kushte të rrezikshme brenda. Tani, të gjitha këto që dëgjuat, e kuptoni vetë, dolën nga goja e minatorëve, janë ata që i vuajnë çdo ditë. Nga kompania nuk është se ka patur reagim zyrtar. Ne shpresojmë shumë që derisa të vi dita të transmetohet ky emision, të ketë një reagim nga ky institucion në lidhje me pretendimet dhe kërkesat e minatorëve, që mua si gazetar nuk më duken të reja. Janë kërkesat ka hershme të minatorëve drejtuar operatorëve të huaj apo shqiptar që shfrytëzojnë mineralin ton me cilin ata qartësisht pasurohen, ndërkohë që minatorët janë, siç e thonë dhe vetë, në kushtet e mbijetesës. Ky është emisioni nga Spaqi. Unë shpresoj shumë që qeveria të reagoj pa vajtur te greva uris, sepse greva uris pastaj ka përshkallëzime tjera. Miqtë e mi, emisioni radhës do të jetë në një tjetër zonë të Shqipërisë ku ka shqiptar tjerë të ndershëm, punëtor, me halle, që nuk e braktisin vendin e tyre, bëjnë gjithçka munden të mbijetojnë në vendin e tyre vetëm për të mos u larguar. Por janë këto handikape rrugës, probleme që shteti duhet i zgjidh që këta banorët mos ikin. Deri atëherë kalofshi sa më mirë.